Sa po kaloi kryetari i komunës Tetovës? E pa Zotni Kasamin. Se mendoni? Zotni Kasamin thuj, nemën popullatës, pika e parë është rri vendi pusë këtu nërtë dhe të lazim të sani rri vendi pusë. Ta formojë një vend për fëmijën që lujnë rrugëve, në për pluna fëmijën. 10.000 banorë i minë derin që piktu derin të vorëzët të reqisë. 10.000 banorë, thëj Zotni Kasamin, dil vjerës kur kanë pushim fëmijët, ku lujnë fëmijët e shqiptarve, në për pluna. A në regëll kjo. Tani janë zgjedhjet, a do votoni? Do votojmë. Kush e meriton me fitu Tetovën? Kur një, zëjsh, ka ta bëjmë pi Malazije dhe një. Ta unë në halë. Në hera nuk i shetë, parën hera nuk i shetë, se popli si në Tetovë vaskum nuk ka nuk që shetë në pazari. Rej vendi pusë këta që 30 vjetë. Kjo është më e keqe që ndë një. Komuna juan ka shumë pare, ka shumë që përmarje. Por, nuk e di, që ato gjë ka fut, ka somin punë, ato dhe japën votën. Ama përgjithësi... Një kandidat duhet fitoje, cili duhet jetë? Njani, cili duhet... Unë të thash vetë për Malazijet bëjë. A kuptu mirë, habe qëlla ma atë. Unë ne kemi mëshirë, kemi që ki popullën i mbrapa mjetëm, ama... A vlen a BDI? A? A vlen a BDI? Asë njënën, heqë s'dalë në votime, heqë. Heqë, a? Heqë. Në luzi vinë të moti.